Një ditë, nëse humbasim njëri tjetrin, ndoshta një ditë, vera shndërrohet në dimër, dhe dielli nuk ka për të lindur. Ndoshta një ditë, bota do të shembet. Dhe nëse e humbasim njëri tjetrin një ditë, do thotë që kemi humbur mendjen, atëherë unë do të jem duke të pritur në këtë pemë. Ozan. Për fajin tënd. Jo, ti e nga të dish. Ja, mos qesh. A do të martohesh me mua? Alo, profesor, a ka ndonjë lajm? Më vjen keq, Aslı. Sa po dolën rezultatet. Veshka jote nuk është e përshtatshme me Ozanin. Indet nuk përputhen. Do të gjendet, mos u mërzit. Do gjendet veshka e përshtatshme për Ozanin, kje për ta parë. Kur ishe e vogël, të këndoja një këngë kur qaje, që të soheshe me një herë. Akşamdan geceden neydem geceden Aslı. Şavkı vurur pencereden bacadan dağlar kışımış yolcu üşümüş nasıl edem ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem geceden. Uyan uyan yar sineni sar beni. Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben. Aslı? Profesor, nuk mund të rria në shtëpi. Unë duhet të jem pranë Ozanit me njëherë. Pash një ëndër. Ndihem sikur mund të shpëtoj Ozanin e ndjej. Ju tha që indet e mia nuk përputheshin, por duhet ta kontrollojmë përsëri. Mendoj se ka ndonjë Aslı, shiko. Zonja Zhulide është lartë. Mund të thot diçka edhe të shqetësoj. Profesor, duhet i bëj analizat edhe një herë, të lutem. Aslı, e gjetën veshkën për Ozanin. Profesor, nuk po ma thoni vetëm për të më hequr qafe, apo jo? Mos u shqetëso. Beqini do t'ja dhuroj veshkën e saj. Indi Beqini përputhet me atë të Ozanit.
Pra, Ozani do të shpëtoj. Ozan. Bergjini do ta shpëtoj Ozanin, ashtu? Unë jam shumë e lumtur, profesor. Ja, Ozani do të shpëtoj, jam shumë e lumtur. Jam shumë i njohur Bergjinit. Ata nuk e kuptojnë. Sa shumë mund ta doj dikush dikë. Sa shumë mund ta doj një grua një burr. Ata nuk mund ta kuptojnë këtë gjë. Nuk e kuptojnë. Të duash dikë, sa të heqësh dorë dhe nga jeta për të. Asnjë plagë, asnjë sëmundje, asnjë të lash nuk mund të na rrezojë neve. Vetëm mungesa e ti do më rrezonte, dhe mungesa ime do rrezonte atë. Unë nuk mund të jetoj në këtë botë, vetëm nëse ndahem nga Ozani. Edhe për atë është njëjtë. As plagët, e as vdekja nuk janë ndëshkim. I vetmi ndëshkim është nëse ne të dy ndahemi. Ata nuk e kuptojnë. Jo, Bergjinit. Të jesh më njohë se ndaj meje. Jemi njohë se ndaj vetes. Plani ka ndryshuar. Për Ozanin, vdekja do të ishte shpëtim. Por do të jetoj. Ai do të vdes përsëri e përsëri çdo ditë. Do t'jam marrë gjithçka që ka. Tani është radha ime. Do të marrë ty. Do të jetoj dhe të shoferin në tokë. Dëgjova se zgjetur veshka për Ozanin. Jam shumë i lumtur. Tani as ti nuk mund të ma prishësh lumturinë. Ozani do të shërohet, po. Por fal Bergjinit. Por ra në këtë situatë për shkakun tënd. Unë a mund ta shoh pak Ozanin? Ju lutem. Si mund ta kërkosh këtë gjë tani? Asla. Ma mirë mos i dilë parasive Zhylides. Unë nuk dua ta shqetësosh ata. Hajde të ndaj lajmi me partnerin time të vogël. Ozan, do bëhesh pishman që mbete gjallë.